E kupton? Ti je një person i fort, edhe ajo fjalë që nuk të pengon. Unë kam një person familje jashtë, i cili ka vujt për këtë fjalë. A kupton? Edhe mu më preku, mu personalisht se kam qenë të driv, edhe nuk kam qenë mirë. Të lutem se nuk jetu mlon me fort, po dëngova që a thash, vesh një gjatë du me ta thonë. Unë të kërkoj falje, se nuk më takon mu me marë përsi për këtë situatë, edhe nuk e morra përsi për. Unë e morra Ilirin veç që thash Ilir, gabove. Thash, dush vesh më shku me i kërku falje Stenaldos. Edhe kaq, unë këtë gjë e bana. Unë për ta them prapë. Ai e bani të madhe. Dilshin, vish një sekund, dilshin banorët jashtë, unë nuk e kam përmend këtë gjë, kupton? Se nuk desha me bë të madhe. Ai e thiri mirë, një thirë ke ketë hajde që kjo që ka thë që akum gabu. Unë thash, dush vesh më shku edhe mi kërku falje, se një fjallet tillë, si me konti këtu mrena, si mos me konti mrena, një fjallet tillë nuk do të me thonë se na e përfaqësojnë atë mirën e vetës tonë. Nuk është e mirë, se ti je person jashtëzakonisht i fortë, do me thonë, unë një fort si ti nuk e kam pa asku një person jashtëzakonisht i fortë.